Pra mi që dashur, si që thash, tashmë do jemi në një lidhje Skype me Rita Petron, me cilën do flasim pikërisht për nisjen e panajirit, për të folur për librat dhe gjitha këto. E nja e kemi? Ok, 2 sekonda. Pa dyshim, unë mendoj që ju të dashur mi që njën. Ok, jemi direkt në lidhje Skype. Ok. Rita, mirëmëngjes nga mëngjes në dritare. Kënaqësi të kemi në një lidhje Skype. Edhe për mua shumë kënaqësi që të lidhe me ju dhe me dritare.net. Faleminderit, shumë fa kënaqësia e gjitha jona. Siç unë po e thoj edhe për shikuesit tanë, sot do flasim pikërisht për panajirin e librit, për nisjen e panajirit. Ndoshta sot nis dhe si mendon Rita që do jetë ky vit për sa i përket panajirit? Në fakt, pas atij viti të gjatë të pandemisë dhe pas asaj që vitin e kaluar gjithçka kaloi online, mendoj, ne mezi po e prisnim, kështu që kur na erdhi njoftimi nga shoqata e botuesve, u gëzuam të gjithë se tha më në fund do jemi në kontakt me lexuesin, sepse ishim mësuar panajiri i Tiranës është panajiri më i madh i shqiptarëve. Në këtë panajir vinë shqiptarët botuesit nga gjithë trevat shqiptare, gjithashtu edhe ka të ftuar autor të huaj, personalitete, kështu që kjo ishte një gjë shumë e bukur që do bëhet si vjet. Por kemi një lloj dyshimi për shkak edhe të kushteve të sigurisë, normal që e kemi pak atë sikletin se si do bëhet, si do zhvillohet ajo frika nga pandemia, po prap mendoj që është shumë më mirë se sa po të ishte online. E në fakt pa dyshim sepse pjesa online ndoshta nuk merr dhe atë emocionin. Po në momentin që ju jeni në panajir, absolutisht si autore dhe si poete, dhe lexuesit vinë dhe ju takojnë, çfarë ndjesie është, sepse ju ka munguar dhe mendoj që është bukur ta përjetoni sërish. Të gjithë autorët në fakt. Është një kënaqësi shumë e madhe. E kemi ndjerë në çdo panajir të mëparshëm, pasi unë marrë 2 kënaqësira për një herësh. Marrë edhe kënaqësinë si botuese, Albasit, ku ne kemi një sasi shumë të madhe libra cilësor në sendën tonë, madje edhe këtë vit, pavarësisht se kaluam një vit goxha të vështirë, por do thoja që edhe si krijuese, pasi vinë lexuesit vetë, kërkojnë firmën, dhe me vërtet është një kënaqësi e madhe, bisedon, madje janë disa biseda që ti atje kur ka pasur dhe shumë njerëz, e kemi pasur dhe shumë të vështirë që ti të përkushtohesh vetëm dikujt, por që ata kanë dashur të propozojnë ose vinë prindër me fëmijë të vegjël ose na kanë ardhur nëna shtatzana dhe na kanë thënë po libra për bebe keni, kështu që gjitha këto sugjerime ne i kemi realizuar. Dhe atëherë vendosëm për shembull të bëjmë libra për bebe ose na kanë sugjeruar për libra didaktik, libra me humor, se fëmijët për shembull i pëlqejnë shumë librat me humor. Kështu që neve pastaj i kemi shtuar sasinë e librave me humor. Ose vetë edhe si krijuese, për shembull kemi diskutuar ose më kanë thënë po mirë pse nuk e provon prozën, pse vetëm poezinë. Dhe me të drejtën, unë e kam filluar një libër cili nuk arrita ta mbaroj për në panajir dhe është në prozë. Pra ky kontakt i drejt për drejt është me vërtet shumë i bukur, sepse janë ca sugjerime që ndonjëherë ty edhe nuk të shkon në mendje, po që ose dhe në kritik që mund bëjnë, dhe në i vëreti që mund bëjnë, ose që mund thonë, ky libër është pak i vështirë në përkthim, ky libër, po për këto mosha, për shumë ju mungon, sidomos për shumë për adoleshentët. Mua më vjen shumë keq, sepse neve kalojmë nga letërsia për të rritur në përgjithësi flas, tek nga letërsia e fëmijëve direkt ke letërsia e të rriturve, kështu që e kemi patur dhe atë parasysh që të sjellim dhe libra për adoleshentë. Në fakt, Rita, më pëlqen shumë vërtet fakti që njerëzit vinë me sugjerime dhe ju pikërisht i merrni parasysh duke qenë se keni ndoshta dhe mundësinë që të sillni libra të ndryshëm dhe kjo është shumë ide geniale sepse në fundit idetë janë shumë të mira dhe kur vinë sidomos nga lexuesi sepse është ai që i lexon. Okej, për sa i përket ndoshta pandemisë, do doja të dija nëse gjatë pandemisë njerëzit, autorët kryesisht, poetët, të gjithë personat që duan të shkruajnë dhe mendojnë që dinë të shkruajnë, a ka pasur një rritje ndoshta të botimit të librave, duke qenë se ato kanë pasur shumë kohë të lirë gjatë karantinës, ndoshta të shprehen, të shkruajnë, kanë qenë në momente të vështira. Domethënë ka ndodhur kjo ngjazi me vitet e tjera? Shiko, ka ndodhur me të vërtetë sepse çdo gjë e keqe si duket e paska këtë ekuilibrin e jetës, ka dhe gjërat e mira. Kështu që ka qenë një kohë ka pasur një kohë më të madhe
për të shkruar shkrimtarët, dhe ne vërtet kemi pasur propozime nga shkrimtarë shqiptar, po ndërkaq unë do të thoja, unë isha së fundmi tani në panairin e librit që bëhej në Frankfurt, dhe më pëlqeu se kishin dalë disa statistika që ishte rritur shitja e librit, pra sepse ai që blen librin normal e blen për ta lexuar, e blen për të zbukuruar shtëpinë e tij, se rastet për zbukuruar shtëpinë janë shumë të rralla në krahasim me njerëzit, me lexuesit që e duan librin. Dhe këto lloj statistikash që ne na mungojnë, dhe mua më vjen keq që na mungojnë, këtu kene në Shqipëri, qoftë edhe nga panairi i librit, thuhet vetëm si përmendësh është shitur kaq ose është shitur pak, por jo me statistika. Pra unë mendoj që është një gjë që duhet patjetër që dhe neve të kemi, sidomos me këto rregullat e fiskalizimit, e gjitha mund dalin statistikat shumë kollaj. Por fakti që pandemia bëri që njerëzit i rikthehen përsëri librave, se kanë pasur një kohë më të madhe, shkrimtarët të kenë kohë më të madhe për shkruar, kështu që kjo është një gjë shumë e mirë. Madje edhe në stendën tonë, një autor shumë i mirënjohur siç është Gazmet Kaplani, ai ka ardhur posaçërisht nga Amerika që të jetë i pranishëm në panair me librin e tij Faqja e fundit. Ka pas dhe autor tjerë që nuk kanë mundur, ose një shkrimtar tjetër i cili jeton në Norvegji me origjinë shqiptare, Sylo Taraku dhe Ballkanizimi i Europës, e ka titullin e librit të tij, dhe ai i tha që unë do të vi patjetër, sepse kam dëshirë që të takohem me lexuesit shqiptar, me krijuesit shqiptar, dhe ai do të jetë edhe ai për shembull i pranishëm në stendën tonë. Ndërkaq kemi edhe një ngjarje tjetër që do kemi në stend edhe në përurim, ne po botojmë serinë e veprave të Bedri Dedjes, dhe do t'jetë për librin i fundmi i Kastriotëve, do t'jetë i pranishëm dhe stërnipi i Gjergj Kastriotit, Alessandro Castrioti. Alessandro ka qenë më duket një a dy herë tjera në Shqipëri, po vjen posaçërisht pasi ka bërë parathënien e këtij libri, së bashku dhe me vajzën e Bedri Dedjes, Edlira Dedin, edhe ajo përkujdeset për librat e tij, dhe është një gjë e bukur sepse librat e Bedri Dedjes, që është klasiku shqiptar për fëmijë, nuk doja thoja i vetmi, po në një farë mënyre, për nga prodhimtaria, sidomos dhe nga veprat e tij të shumta, sidomos në prozë, unë mendoj që do të jetë edhe kjo një ngjarje për lexuesin e vogël, përveç librave të tjera pastaj që kemi nobelist, kemi romane, tregime, në qoftë se më lejohet që edhe për adhuruesit e poezisë kemi dy kryeveprat mrekullueshme, siç është vjen për herë të parë Safo në mënyrë të saj të plot, quhet Fragmentet nga Dëshira Digje, ju e dini çfarë lirike erotike të mrekullueshme ka Safo, po do të vi për herë parë si libër i plot, pra çdo faqe do të ketë edhe madje edhe ato pikat ku mungojnë vargjet e saj. Dhe ndërkaq dhe Rumi i ndaluar që vjen Safo vjen me përkthimin e mrekullueshëm të Sokolçungës, ndërsa Rumi i ndaluar me përkthimin po aq të mrekullueshëm të Buçpapës, por vjen një rum tjetër me vargjet e tija, i cili ka thyer me të vërtet tabuqën atë kohë, dhe që shfaqet shumë madhërishëm edhe me këtë lloj poezie. Edhe këto vijnë për herë të parë. Kështu që unë i quaj ngjarje të gjitha këto gjëra, ne gëzohemi shumë, siç gëzoheni ju në punën tuaj për çdo produkt që bëni, dhe ne gëzohemi jashtëmase, dhe panairi është një lloj paraqitje ku ne në fundit paraqesim veten tonë, dhe është shumë bukur. Në mënyrë absolute, dhe unë mendoj që në fakt gjithë shikuesit që po na shikojnë, tashmë njëri nga librat që ju përmendët padyshim që do ikin direkt tek panairi ta blejnë, sepse ndoshta morën atë informacionin e duhur dhe ju ngjan kurioziteti. Se varet nga shija, ju e thatë edhe pak më parë, varet nga shije, dikush ka shumë qef letërsinë artistike, dikush ka qef poezinë, dikush ka qef romanin, dhe kjo është me vërtet, ose libra për shembull shkencor. Unë e vëre që ka dhe shumë fëmijë të cilët i pëlqen jashtëmase libra që kanë një lloj karakteri shkencor. Pra është edhe letërsi ose fantashkencë. Pra secili lexues nuk mund të gjykosh askërkën nga shijet. Absolutisht po. Edhe pikërisht kjo është arsyeja që ju sillni varietete të ndryshme për mosha të ndryshme, për kategori të ndryshme, sepse duhet të zgjedhim ne çfarë të lexojmë. Në fakt, për sa i përket panairit, unë do doja të flisja akoma dhe më shumë sepse ka shumë për të folur, po për çështje kohe ndoshta nuk do mund ta zgjasim shumë. Gjithsesi unë të falenderoj shumë që ishe në lidhje Skype me ne, që ndave gjithë këto informacione në këto libra. Unë i them gjithë
shikuesve tanë që të shkojnë, të lexojnë, të blejnë diçka dhe të jenë pjesë e panairit, sepse do diçka do ja ka. Pasurojnë bibliotekat fundit, ta pasurojnë bibliotekat. Absolutisht. Shumë faleminderit që ishe me ne në këtë lidhje Skype dhe Faleminderit shumë dhe ju. Përshëndesim.